Atmosfera festive shoqërohet me abuzim të konsumimit të alkoolit e moshat të reja. Kjo shihet në fluksin e urgjencës së spitalit këto ditë, ku na ndajnë vetëm pak orë nga nata e ndrimit të viteve, thuajse të gjitha familjet janë bërë gati për të festuar. Kanë filluar të shfaqen gjithashtu problemet e para shëndetësore. Shefi i urgjencës pranë qendrës spitalore në Elbasan, Ergys Mici, shpjegon se në këto ditë festash njerëzit janë më të prirur të abuzojnë si me ushqimin, por edhe me pijet alkolike, pa kuptuar pasojat serioze për shëndetin. Sipas mjekëve, mbingopja mund të sjellë shqetësime të ndryshme në shëndet, ndaj personat me sëmundje bashkëshoqëruese duhet të tregojnë kujdes. Atëherë, si çdo fund vit, kemi raste të tepërta, sidomos fluksi i urgjencës është mbushur me raste të ndryshme, me edema pulmonare, me raste të cilat janë enterovirozat, nga virozat e ndryshme, po edhe nga teprimi i ushqimeve. Në këtë fund vit kemi raste me diarre, të vjella, po gjithashtu edhe temperatura të cilat janë rezistente. Ajo që është e rëndësishme në këtë fund vit, ne i themi të gjithë popullatës të kenë kujdes me teprimin e alkoolit. Pse? Sepse kthehet festat nga raste feste në kthehet në trauma. Të tepruar me alkoolin, ato japin forma të ndryshme të aksidenteve, të cilat janë në çdo fund vit janë të tepruara. Ajo që është e rëndësishme, po përsëri ne themi që rastet të cilat janë me sëmundje kardiake apo me rastet të cilat janë me sëmundje të pulmonit, sidomos astmat pulmonare, nuk duhet të teprojnë, pra qoftë edhe me ushqimet, qoftë edhe me alkoolin, sepse ne na paraqiten këto raste me edema pulmonare, të cilat janë diagnoza shumë të rënda dhe kthehet ai fundvit, gjithë familja qëndron nëpër spital, po edhe rrezikohet jeta e një familjari. Mjeku thot se urgjenca e spitalit e Elbasanit do të jetë në gatishmëri për të dhënë ndihmën mjekësore çdo individi që mund të ketë nevojë. Ne kemi marrë udhëzimet për datën 31/1/2, të cilat ne jemi dhe gama e medikamenteve janë të shtuara, po gjithashtu edhe prania dhe gatishmëria e mjekëve është gjithmonë e shtuar dhe në gatishmëri. Gjithmonë mjekët, dhe unë gjej rastin, stafet mjekësore i uroj një fundvit të mbar, sepse ata janë gjithmonë në gatishmëri për të ndetur pranë njerëzve të cilët festojnë. Veç kujdesit me konsumimin e ushqimeve, bluzat e bardha theksojnë kujdesin që duhet treguar me përdorimin e objekteve piroteknike si kapsollat apo fishek zjarret, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime serioze në shëndet, duke marrë shembuj të rasteve nga vitet e kaluara.